Nuk ka qenë edhe shumë lehtë. Ideja më ka lënë të e pas parasysh gjeneratën e tretë që po rritet në Zvicër. Edhe pasi që kam qenë edhe bashkëpunëtore në shkollat shqipe, 2 fëmijët e rritur kanë viju edhe mësimin plotësues në gjuhën shqipe, edhe dita ditës, çdo gjë ka fillu të zbehet, gjuha shumë pak përdoret, komunikimi me familjar pothuajse është zbehur, edhe kam thënë e vetmja gjë që na ngelet për të ruajtur frymën shqiptare, identitetin ton kombëtar, është që të themelojmë një festival. Edhe